Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 11 tetor 2025. Dashi. Keni një situatë që do të sjellë fat me kalimin e kohës. Nëse zemra juaj ka qenë vetëm për një kohë të gjatë lajme. Demi. Situata është e favorshme për jetën tuaj dashurore dhe ky aspekt ndihmon të rinjt që përballen me dashuritë e para, por edhe beqarët që duan të kënaqen pa shumë angazhime. Binjakët. Mundohuni të shmangni konfliktet, dikush mund të jetë kundër jush ose mbase jeni ju që ndiheni pak të zgjuar. Duhet të gjesh stabilitetin e brendshëm. Gaforja. Një person që dukej si referencë në jetën tuaj deri para disa muajsh nuk është më aq interesante. Ndryshimet në ndjenjat ose marrëdhëniet tuaja. Luani. Dita e rimëkëmbjes dhe përparimit. Në dashuri keni nevojë për mirëkuptim dhe dashuri, mos i nënvlerësoni takimet e reja, periudhë pjellore për dashuri të reja. Birgjeresha. Kjo ditë është e mirë, por jo ideale për të argumentuar ose për të provuar me çdo kusht për të bërë një polemik. Një angazhim ka të ngjarë të vi, mos e nënvlerësoni një interes të ri dashurie. Peshorja. Shpenzime të papritura, ki kujdes. Ju mund të gjeni veten në një vend dhe dëshironi të qëndroni diku tjetër, kjo intolerancë transferon në dashuri. Diskutime me ata që nuk ju kuptojnë apo nuk duan të kuptohen. Akrepi. Kush e di sa herë në jetën tuaj keni menduar se është më mirë të jeni vetëm se sa të shoqëroheni keq. Ju keni një dëshirë për të ndryshuar jetën tuaj. Shigjetari. Ndiheni të lodhur, apatik. Keni pasur debate të mëdha dhe keni përjetuar gjithashtu një moment delikat. Britsjapi. Ju nuk po ju mungon këmbëngulja në këtë ditë. Bëni vetes një dhuratë të këndshme, nuk i keni bërë vetes një kohë të gjatë. Ujori. Ju jeni një nga shenjat që ngadalë, por me siguri mund të arrini më shumë. Është e mundur të ndërtoni diçka të bukur për të ardhmen tuaj. Peshqit. Ju mund të argumentoni për një gjë të vogël, të përpiqeni të bëni më të mirën e një situate të keqe. Nëse një njeri është shumë larg jush ose nuk ju thot saktë, kërkoni shpjegime. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.